Përshëndetje të nderuar miq, në këtë fundjavë do të flasim me historianin Arben Dhalla për zhvillimet në raport me fqinjet tanë në jug, në kontratën që u firmos pak ditë më parë e Gazit, që u lançua dhe u trumpetua si një fitore për shqiptarët, ku ishte e pranishme ambasadoria amerikane në Athinë gjatë firmosjes së kontratës me kryeministrin Rama në Shqipëri, por edhe lëvizjet të fundit të Greqisë nëpërmjet minoritetit në jug dhe jo vetëm. Të gjitha këto çështje do t'i trajtoj me historianin pra Arben Dhalla. Zoti Dhalla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Dhalla, nisur nga postimet tuaja të fundit, kemi pasur zhvillimin e një festivali në Zakynthos, një ishull të Greqisë, ku Shqipëria është prezantuar me kostumet e myzeqes, por ajo që bie në sy është fakti që ju thoni që në këtë festival është prezantuar edhe dropulli në vete me flamurin e Vori e Pirit. Duhet të sqarojmë që është një festival ndërkombëtar ballkanik, ku është ftuar Serbia, e përfaqësuar Bullgaria, Rumania, shtete të tjera dhe Shqipëria e përfaqësuar me kostumet e myzeqes, por të Bashkisë së Fierit. Pra, organizator si përfaqësues është zyra e qendra e aktiviteteve të Bashkisë së Fierit. Pas parakalimit me flamur shqiptar të grupit përfaqësuar Republikën e Shqipërisë, domethënë nga Bashkia e Fierit, ka parakaluar dropulli me flamurin e pavarësisë së Vori e Pirit. Pra është përfaqësuar një shtet inekzistent me pretendime territoriale, me hartë ndarëse të jugut të Shqipërisë dhe me flamur të një shteti të pavarur quhet Vori e Pirit. Është hera e parë që ndodh të kemi hartën e aneksimit të jugut të Shqipërisë dhe përfaqësimin shtetëror të dropullit, për fatin e keq që gjithmonë bashkitë e dropullit, domethënë finiqit të dropullit, domethënë janë në bisedat tona që kemi zhvilluar nuk kanë qenë asnjëherë nuk kanë qenë asnjëherë provokative, duhet të them Bashkia e Dropullit dhe Bashkia e Finiqit, ku përfaqësohet pakica kombëtare greke, kurse këtë rrallë në ishën e Zakynthos është përfaqësuar si shtet i pavarur me pretendim territorial të jugut të Shqipërisë. Pyetja është, a ka një reagim nga Bashkia e Fierit, pra nga zoti Armando Subashi, si e ka ky këtë emrin, që të distancohet që ne nuk jemi përfaqësuar me dropullin dhe aneksimin e jugut të Shqipërisë, por jemi përfaqësuar me qendra. Ajo që është më interesante, pasi unë bëra këto denoncime, më bllokuan komplet Facebook-un kjo qendra e aktivitetit të bashkisë që drejtohet nga Armando Subashu, dhe unë e akuzoj për një cënim të fjalës së lirë dhe të figurës time, domethënë zoti Armando Subashi duhet të reagojë kush është ai apo ajo që ka bllokuar shikimin tim të faqes zyrtare të Bashkisë së Fierit dhe të qendrës aktiviteteve kulturore të Bashkisë së Fierit, kur unë nuk kam cënuar integritetin e kësaj bashkie apo personalitetin e dikujt aty. Por kam denoncuar që ky aktivitet është parapar pas kësaj, nga videot, nga fotografitë, që mbas kësaj ka qenë dropulli me pavarësitë të shtetit të Vori e Pirit. Kështu e ka, shteti i Vori e Pirit tani. Tani nuk kemi më hapa autonomi brenda Republikës Shqipërisë, po kemi hapa pavarësinë e Vori e Pirit. Kjo është ajo që dhe ka një emër aty, më duket Mile apo Milo, kjo organizatoria e Bashkisë së Fierit, ka një emër, një grua, nuk e di, një gazetare është që si organizatore përsipër që ka marrë këtë gjë. Por ndërkohë kemi pasur, sipas asaj që ju publikoni, duke qenë se jeni pra i ndjekues i kujdesshëm i këtyre zhvillimeve, edhe një marshim në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që duhet të them, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u parakaluar në New York brenda rregullave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të festuar pavarësinë e Greqisë të revolucionit të 1800. Në këtë gjë, gjatë këtij parakalimi ka qenë edhe një kamion atje me himar, shoqata himariote dhe me flamurin e autonomisë së Vori e Pirit, ku himara është aneksuar dhe duhet i bashkohet Greqisë. Pra siç e shikoni, në aktivitetet që merret leje normale, domethënë për pavarësinë e Greqisë, aty futet nga një kunj apo nga një pyk që thonë që ne duam autonominë e Vori e Pirit apo pavarësinë e Vori e Pirit, të shtetit të Vori e Pirit, të shtetit të ri. Pra kemi paralele këto gjë dhe nuk janë të rastësishme, janë të koordinuar nga shteti grek, nga lobusit, qoftë dhe nga Kisha Ortodokse autoqefale e Greqisë, në bashkëpunim me
vasalët e tyre që kanë shqiptar në Shqipëri, por kjo dhe me këtë herë është përlyer për fatin e keq dhe pakica kombëtare greke që asnjëherë nuk ka bërë provokime pakica kombëtare greke, po e them edhe një herë, i bindur jam jo për t'i mbrojtur, që ata s'kan bërë asnjëherë provokime të tilla. Nuk kanë dashur asnjëherë aneksim as autonomik. Kjo gjë vjen nga vasalët shqiptar që kushtëzohen ndoshta për pasaportën apo shtetësinë greke, siç është pjesa e katundarëve të Himarës, kështu do të thënë, katundi Himar, fshati Himar, sepse ku themi bashkia e Himarës, kemi parasysh dhe Borshin që është fshat musliman shqiptar, kemi Vranishtin, që është fshat musliman shqiptar, kemi Kuçin e Vlorës, që është fshat musliman, fshatra patriotik shqiptar, kur thonë këto bashkia e Himarës, jo, është katundi Himar. Katundi Himar dhe me disa prapambetje tjera të Dhërmiut ndoshta apo në një fshati tjetër të vogël. Katundet gjithmonë plasin fshatra. Terminologjia e mban leksi fjalori gjuhë shqipe përmend fshat, katund. Prandaj them që këto gjëra janë të koordinuara. Pra ti parakalon në New York me atë flamurin e Greqisë, pavarësia e Greqisë është shumë normale, ne kemi dhënë kontributë shqiptarët në pavarësinë e Greqisë, aty futet edhe një kamion, autonomia për Himarën, autonomia për Borë e Pirin, flamur irridentist, pra ne duhet bëjmë pyetje, ai flamur duhet djegur, se nuk është flamuri i Greqisë. Greqia ka flamurin e saj që ne nderojmë dhe ata na nderojnë flamurin tonë. Ne nderojmë dhe respektojmë çdo flamur të shteteve që njihen nga OKB-ja apo të shteteve që janë të pranueshëm. Po jo tani inekzistenci, dalim në çdo katund në Shqipëri nder i flamur, tu është Republika e X katundi. Prandaj po them këto janë koordinuar me lobin greko-amerikan atje për shembull, këtu janë koordinuar me kishën autoqefale të Greqisë në bashkëpunim me vasalët që kanë brenda kishës autoqefale të Shqipërisë. Dhe vijnë këto gjëra, keq kuptime, racizmi, keq interpretime apo pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Me që më kujtuat edhe Krahinat, por edhe Himarën pak më parë, po Llabëria çfarë po bën përpara kësaj situate? Në vitet e kaluara kemi pasur mjaft shoqata, organizime e shumë të tjera. Po në këto raste heshtje po shoh. Po ja them për fatin e keq, organizatat patriotike shqiptare në Shqipëri, kulturore që kanë vepruar ndër vite dhe individ kanë patur presione me njohuri që kanë nga shteti shqiptar, të ndryshme nga policia, nga shërbimi informativ shqiptar, qoftë me vendet e pune. Kjo gjë vjen nga presionet që partia në pushtet, PS apo vetë kryeministri Edi Rama është i angazhuar për eliminimin e këtyre zërave patriotik shqiptar, qoftë të Llabërisë, qoftë shoqata e Çerçistokut që ka qenë Gjirokastër dikur, qoftë dhe shumë shoqata të tjera, dhe kështu që individët atje janë nën presion të strukturave shtetërore shqiptare që ata mbrojnë identitetin shqiptar, sepse ne nuk kemi shoqata shqiptare që grisin flamurin grek, që shoqata shqiptare që kërkojnë aneksimin e Çamërisë, asnjëherë nuk është përdorur termi duam aneksimin e Çamërisë dhe me bashkim me Shqipërinë, por gjithmonë themi edhe Shqipëria dhe çdo individ thotë Çama të marrin pronat e tyre, të kthejnë atë dheun e tyre aty ku janë, se janë përzënë me dhunë, me genocid, me pastrim etnik. Pra ka dallime të ndaja në këto gjëra. Por për fatin e keq, për mua institucionet në Shqipëri nuk ekzistojnë, qoftë shërbimi shqiptar, qoftë policia, qoftë inspektor. Se po të ekzistonin, do kishim izolime të tilla, do kishim reagime shtetërore. Pra ministri i jashtëm Ferit Hoxha, ky që gjithmonë njihet si anti-shqiptar në nënshkrimin e detit dhe të varrezave greke, nuk ka bërë asnjë deklarat. Po qoftë dhe zoti Armando Subashi, sekretari i bashkisë, dhe ka financuar kjo bashki shqiptare 100% se s'ka atje pakica kombëtare greke, duhet reagoj, sepse pse është lejuar dhe të parakalohet me aq tendencë, edhe një kokë aty del me deret në kokë me një kapele, thotë greqisht ja arritëm, ja ta kataferame, domethënë ja arritëm qëllimin. Çfarë qëllimi arritët? Që mbas grupit që parakalon të Myzëqesh, të parakaloj grupi i shtetit pavarur të autonomisë së Borë e Pirit, kjo është pyetja për këta individ që japin nga një term apo nga një fjalë pasi marrin këta aktivitete, sepse ka qenë dhe një aktivitet ndërkombëtar ballkanik ku përfaqësohet Greqia, ka pas grupin e saj të veçantë, Serbia grupin e saj me flamurin serb, Bullgaria po ashtu, Rumania apo vende të tjera, dhe Shqipëria me grupin e bashkisë së Fier Taraz, është sponsor. Edhe bile ka qenë me Ajsa kam shtofun, ka qenë duke dhe trupi muzikor i bashkisë që hymnin e këto. Mbas asaj kemi dhe pyetja është, ç'është ky grup mbas nesh me një flamur pretendim territorial. Bile, po të kish njëri të thella grupi i Myzëqes apo i Fierit si është, duhet ta bojkotonte këtë aktivitet dhe jo të gëzonin. Ky është mendimi im, kjo duhet ishte e vërteta. Zoti Ralla, kemi pasur këto ditë edhe 3 zhvillime të tjera. Së pari sot njëherë ishin mediat greke, njëra prej tyre, mos gaboj, Tuvima apo Tanea, që kishte bërë një tjetër shkrim për shpimet në detin Jon, për kërkimet pra për hidrokarbure.
por edhe zonat të tjera duke folur për një bum energjetik grek, ndërkohë që kufiri aty ende nuk është ndarë zyrtarisht. Kemi marrëveshjen që u firmos pak ditë më parë në Tiranë 6 miliardë dollar, tha qeveria shqiptare, por se si kush do e marrë këto 6 miliardë, kush përfiton edhe kush do paguaj, ende jemi të paqartë. Ndërkohë që me Italinë kemi pra zyrtarizimin e marrëveshjes për prodhimin e anijeve në Pashaliman, por tani që të vinë italianët në Pashaliman duhet largohen turqit. Unë paka shumë nuk marrë shumë vesh nga këto marrëveshjet në tokë që nënshkruan në Shqipëri apo zoti Edi Rama. Domethënë çfarë bën me Pashalimanin, tikin turqit, vinë italianët, kjo nuk është gjë e mirë. Aty ka vend edhe për turqit dhe për italianët si dy shtete strategjike dhe dy shtete mike. Ne gjithmonë duhet të jemi futur 3 shtete në luftë për Pashalimanin tani i bie. Duhet ta qartësoj, domethënë që ne duhet të jemi mirënjohës Italisë, jo vetëm për pranimin e emigrantëve shqiptarë në mënyrë të trajtimit njerëzor, por dhe të operacionit Pelikan të ndihmës së ushqimore. Ne nuk duhet ta harrojmë këtë ndihmë. Duhet ta harrojmë operacionin Pelikan, ne gjithmonë duhet të jemi mirënjohës Italisë, por normal edhe mirënjohje Turqisë, që sa herë që Greqia ka pasur pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, si të fundit që ka qenë në 97-ën, ka qenë Çilleri kryeministre e Turqisë, e shtetit të madh turk, i tha që ju nëse bëni pretendime për pushtimin e Shqipërisë, ne ju vim në Athinë për 24 orë, ju themi mirëmëngjes. Pra janë dy shtete aleate strategjike me mirënjohje dhe jo pretendime territoriale ndaj Republikës Shqipërisë. Ndërsa Greqia në këtë rast ka pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, mban ligjin e lutës ndaj Shqipërisë, pra pretendime territoriale, ligjin e lutës dhe ka bërë spasrim etnik, siç e përdorin terminologjia e historianëve grek, ata nuk pranojnë gjenocid, po pranojnë spasrim etnik. Dhe unë po i ndihmoj, po spasrim etnik ndaj shqiptarëve të Çamërisë apo shqiptarëve musliman që jetonin me të gjitha të drejtat, me shtetësitë aty dhe me pasuri. Greqia në këtë rast bumi që themi neve, unë nuk e kuptoj rolin e ambasadores së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Athinë, po ajo protokolli i saj diplomatik është i ngushtuar, ajo nuk mund të ketë të drejtë firme dhe të drejtë të pushtetit jashtë Greqisë, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një ambasadë në Tiranë dhe ato shumë mirë mund ta kryej misionin diplomatik dhe e kryen shumë mirë misionin diplomatik të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, ndërsa ajo vjen aty dhe edhe pse përfolet jo nga unë, përsëri e them në mediat greke që i dashuri i saj është ky biznesmeni greko-amerikana, greka i pastëra që bën këto financimet e shkruajnë mediat greke, jo një herë, po disa media greke, edhe pse ajo është punë private e saj, por duke shikuar që shpeshherë vjen një herë natën, një herë ditën, një herë zyrtar, një herë jo zyrtar nga Athina në Tiranë për nënshkrimin, lën shumë pikpyetje, shumë gjëra enigme, të errta gjë që lindin dhe urrëtie dhe mërzit tek shqiptarë si pro-amerikan që janë, që ta urrejnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për individ të tillë që keq përdorin pasaportën diplomatike, keq përdorin politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ato 6 miliardë që ne do të gjenerojnë, mediat greke dhe grekët e dinë shumë nuk do jenë fitime për Shqipërinë, po do jenë fitime për Greqinë, do jenë fitime për shtetasit grek, për qytetarët grek dhe jo për shqiptarët. Shqiptarët e kanë humbur të pjesë të fitimit, duhet ta themi hapët, mos na gënjejnë. Mund gënjejnë ata që nuk shkopin përtej perdes, mund gënjejnë ata që nuk lexojnë nën tekste dhe nuk lexojnë fotografitë dhe pamjet që japin se janë të dukshme. Pra ato lek janë të 6 miliardë janë do gjeneroj, do bëj zhvillim janë për Greqinë, për fatin e keq zoti Edi Rama për interesat e tij personale, por tek pjesë të Shqipërisë në marrëveshje të tilla kemi qenë dëshmitar që ne kemi paguar miliona dollar për inatet e Edi Ramës, qoftë në ato gjykatën ndërkombëtare për një televizion që e mbylli ashtu si donte ai, për hotele që ka prishur apo për shtëpie që ka prishur. Shqipëria ka humbur shumë lek, nuk ka pas nevojë që t'i humbin rreth 300-400 milionë euro dhe nuk janë pak këto lek, sepse mund të zhvillonin Shqipërinë në rritjen e pensioneve, zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe duke frenuar ikjen e rinisë apo forcës rinisë që është një forcë pune e gjallë ajo, dhe kjo gjë është ajo që nuk është dhe një herë për fitimin e Shqipërisë 6 miliardë, por janë për Greqinë. Me që jemi tek raportet me Greqinë edhe s'kemi lajme nga IPAR-i për sa i përket kushteve shtesje janë vendosur ose për të plotësuar nga 9 shtete. Por lajmi që bëri buj javën e kaluar edhe ne diskutuam ishte edhe kërkesa që 200.000 shqiptarë që janë atje pra të konvertohen në grek. Po shkojmë si është tani. Po vazhdon historia e asimilimit, se ju e theksuat rolin e shqiptarëve në pavarësinë e Greqisë, por tani çfarë po ndodh tani në vazhdim?
Sepse ju keni pasur kontakte, njohuri edhe me personazhet e tjerë mjaft të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, edhe të politikës, që ndoshta këto plane i kanë pasditur dhe 30 vite përpara. Kam lexuar një libër, është mirë ta lexojë shqiptarët, libri Kombi, botimi 97, ku janë mendimet e mendimtarëve shumë shqiptarë, aty analistë, politikanë, president, që japi mendime. Më të rreq atëherë vëmendje një shkrimi të ndjerit, të diplomatit, ish deputet zotit Abdi Baleta, ku thoshte në atë libër që rreth 200.000 shqiptarë mas 10-15 vitesh do asimilohen në Greqi. Unë atko nuk e pranoja këtë libër, këtë thënie të tij, domethënë që 200.000 shqiptarë do asimiloheshin. Ishte e papranueshme për mua në atë kohë, edhe pse ne isha në Greqi emigrant më i ri, drejtoja një shoqatje qeveritare atëherë në Greqi, pra nuk e pranoja këtë gjë. Por sot po duket po pranohet dhe rol të rëndësishëm në asimilimin e shqiptarëve, përveç diaspora atje për presione, ndrimi emrave, ndrimi fesë, po luan dhe ka luajtur rol dhe po luan kisha autoqefale e Shqipërisë pro-greke, ti themi këto gjëra, ku po keq përdoren shkollat private greke, po keq përdoren shkollat edhe të kishës, ku nxënës shqiptarë që studiojnë me komsi, po dhe me fe muslimane, na paraqiten si nxënës të minoritetit grek, sepse ata mësues që japin mësim nga Greqia që kanë ardhur një pjesë, po dhe një pjesë të Shqipërisë paguhen nga Athina, dhe që të marrësh pagesa dhe fonde nga Greqia, ti duhet të paraqesësh numrin e saktë të nxënësve. Ti duhet paraqesh kjo shkollë funksionon se ka kaq numër nxënës. Realisht 90% atyre nxënësve janë shqiptarë, nuk janë grek njëherë. 90-95. Dhe i çojnë pasaj këta nxënës që janë të vegjël, që të ndërgjegjësohen si grek, 8 vjeçar, 10 vjeçar, 15 vjeçar, i çojnë në përfshatët e dropit. Një tjetër problem se çfarë po ndodh me shkollat në huaja në Shqipëri. I çojnë në përfshatët e dropit, i çojnë tek Varri i Kacifës, atij luftëtarit të madh terrorist që vrau vetën dhe nuk e vravi Rënea, në Bulara dhe beton aty për flamurin grek. Ata janë fëmijë, ata nuk e kuptojnë. As nuk tregojnë në familje që aktivitetin e shkollës. Ka shumë aktivitete që bin ndesh edhe me rolin që luaj shkolla private në këtë rast. Omeri që është në Imar dhe në Korçë, apo shkollat që janë në Gjirokastër, që nuk po i them emër shkolla private nën ombrellën e kishës autoqefalit të Shqipërisë. Shteti shqiptar duhet, Ministria e Arsimit dhe Shishi duhet marrin informacione të sakta për aktivitetin dhe keqpërdorimin e fëmijëve shqiptar me komsi, që mësojnë në këto shkolla, se nuk është problem. Le të mësojnë, çdo njeri ka drejt të shkojë në çdo shkollë, qoftë greke, turke, italiane këtej, por mos bëhet keqpërdorimi i figurës etniste të atij nxënësi, që të paraqitet si një pakicë kombëtare një shteti tjetër që ka pretendime territoriale, në këtë rast Greqisë. Pra, unë i bëj thirrje Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, edhe pse e di që ministrit tona këto janë mbushur me vasale, me anti-shqiptar të tërbuar atje brenda që punojnë edhe në arkivat e shtetit shqiptar, punojnë grek që heqin dokumenta, prishin çdo gjë. Po kujt ja themi? Ne e bëjmë këtë denoncim, bëjmë detyrën tonë si shqiptar që paktën popullit edhe t'u themi që ne i dimë gjërat, po s'kemi fuqi sepse kryeministri Rama është neutralizuar dhe Shishi i Shqipërisë dhe policia e Shqipërisë që të bëj punën e tyre të këtyre njerëzve që bëjnë veprime anti-shqiptare. Ju kujtoj edhe varrimin e Kacifës që erdhën 1000 grek ekstremistë, Edi Rama i pranovi dhe nuk i ndalovi. Dhe ritën aty, do vrasin, do presim shqiptar. Dhe kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës ata, dhe një herë them, bashkë me disa partnerë shumë besueshëm jashtë kontrollit të shtetit shqiptar, shpërbimit të Shqipërisë, atëherë unë kam informacione të sakta që i shpallën rreth 90 grek non grata që mos hynin më në Shqipëri. Po kjo jo për kontributin e Edit Ramës, por për kontributin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, partnerëve të BE-s dhe disa drejtorëve dhe inspektorëve të Shishit Shqipërisë që kishin dosje dhe i shpallën. Kjo ka qenë hera parë atëherë që kanë marrë këto gjë. Pra, gjithë kjo gjë është tek i Zoti i Shtëpisë. I Zoti i Shtëpisë të rast është Edi Rama që ka 4 mandate qeverisë dhe nuk ka bërë asgjë për shtetin shqiptar. Mu më dhimbset shteti im, nuk më dhimbsen ata të tjerët që është unë radh parë duhet kujdesem për shtëpinë time. Shtëpia ime është shkatëruar, mund të hyj çdo njeri nga dera, nga dritare, nga çatia dhe mund të marrë çfarë të doj. Zoti Rama, edhe 2 pyetje të fundit kam për të prekur edhe raportin me Serbinë nisur nga një deklaratë e Vučićit që tha që ideja e Ballkanit hapur ishte imja. Tani pse ai e tha këtë në këtë moment, edhe sipas një pjesë të analizëve dhe jo vetëm, edhe politikanëve, është parë edhe si nxjerrje blofe kryeministit të Shqipërisë.
Pse po luan të momente me këto karta, pse po i hap letrat? Ky Open Balkan u bë u trash me fjalë u keq përdor një herë, nga të gjithë palët është keq përdorur, qoftë nga Maqedonia, që është si nënshkruese, qoftë nga zoti Edi Rama, qoftë nga Vučići. Nëse është idea e zotit Vučić, atëherë ne duhet të themi që zoti Vučić është i dështuar, se ky projekt dështovi. Dhe duhet i kërkojmë llogari zotit Edi Ramas në çfarë objektivash ai dhe kushtesh e pranovi, atëherë ta nënshkruaj këtë Open Balkan. Se unë jam që dështoi për shkak se fuqitë e mëdha nuk e kishin dorë timonin e kësaj nisme. Jo, ai që bën projektin, ka tras zoti Vučić, që ka bërë projektin. Idenë, normal që ai ka bërë projektin edhe për mbrojtje dhe për realizimin, se nuk mund të bësh një ide dhe një projekt pa krijuar dhe antivirusin. Domethënë mbrojtjen. Antitotin. Po Kurti i bie që fitoi këtu. Nuk e di, domethënë nuk mund të them Kurti apo emër tjetër, sepse nuk di ka humbës apo ka fitues, sepse në një nis që nuk nisi fare. Thjesht mbetin letra. Kurse unë do të thaj këtë gjë. Nëse një Open Balkan të vërtet është i mirë, po jo Open Balkan serb, maqedonët dhe shqiptar. Open Balkan me Malin e Zi, me Kosovën, me Serbin, edhe me shumë vende të tjera që quhen Ballkan. Pra, po them, Open Balkan është i mirë së ardhur, por Ballkani plot, ku do ishte Kosova, Mali i Zi, Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Turqia, se dhe Turqia është në Ballkan, të vendeve që nuk janë të integruar në Bashkimin Evropian. Po një Open Balkan, Maqedoni, Shqipëri dhe Serbi nuk është i mirë së ardhur dhe nuk duhet të ishte i mirë së ardhur, sepse nuk është një Open Balkan qytetar, njerëzdor, fitim prurës, por një Open Balkan pushtues. Ky është mendimi im, domethënë Serbia do ta mundse shumë kollaj Shqipërinë ekonomikisht dhe do të kalonte Kosovën duke e lënë në hije për të ardhur në Shqipëri dhe atëherë ne do priteshin dhe ato pak ura të bizneseve që kemi me Kosovën, Shqipëria me Kosovën dhe shumë mirë bëri që dështovi Open Ballkani. Zoti Valla, do ta mbyllim me situatën aty. Idioti duket sikur të e kalua. Dhe njerë, ajo që tha ministri nuk e vërtetovi dot që e tha për qeverinë për popullin, mirë bëri që u tek kaluar, sepse nuk ka nevojë që shqiptarët merren me fjalë boshë, qoftë dhe euforike në një moment saktum çdo njeri mund të ofendojë dikë dhe pastaj i kërkon falje. Ne duhet ta tekalojmë vetveten tonë si shqiptar, se jemi pak edhe nuk kemi kohë që të merremi me grinde të tilla. Edhe nëse e ka thënë në aspektin e pjesës qeverisë, marrin të rast Vlenit, ai mirë ka bërë që e ka thënë se 2 vite gjua shqipe po basardohet, gjua shqipe po çmontohet nga strukturat shtetërore këtu ku aq sa zbatohej, jo e plot e them edhe një herë, por kishte një përmirësim, po çmontohet për ditë, po humb terren gjua shqipe, nuk ekziston as si pakicë kombëtare, as ashtu si e ka minoriteti grek gjuhën greke në Shqipëri, këtu nuk ekziston më gjua shqipe. Për ditë po humbi terrenin, edhe ka heshtje nga ajo që është pjesë e qeverisë, pra nuk e mbron identitetin e tij kombëtar, sepse është pjesë e qeverisë, Vleni si shqiptar, jo si Maqedonas, nuk po e mbron për fatin e keq. Dhe një herë them, do ketë shumë ngjarje të tilla, do ketë sepse Maqedonia ka shumë probleme. Vjen keq që Shqipëria ja kalovi Mali i Zi dhe Mali i Zi do antarësohet shumë shpejt në Bashkimin Evropian. Edhe unë pse jam pesimist që Shqipëria asnjëherë nuk do bashkohet në Bashkimin Evropian, gjithmonë do t'i gjen nga një kleç Shqipërisë për X arsye. Si Turqia. Patjetër që do përfundoj si Turqia, sepse Bashkimi Evropian ku është themeluar në bazë të parimeve të krishtera. Dhe gjë duhet ta themi, jo për racizëm, jo për gjë. Ky është parimi i vërtetë, sepse kur ka hyrë Greqia në Bashkimin Evropian nuk ka plotësuar asnjë kusht Greqia, po ka hyrë si një njeri i përkëdhelur, po të shohin edhe vende të tjera. Prandaj po them, nëse do shohim Turqia është shumë shtet i fuqishëm ekonomikisht, ka siguri kombëtare më shumë se shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Është ekonomikisht e gjitha djerat e tjera, domethënë Greqia për shembull po ta marrë nuk prodhon një gozh. Turqia prodhon aeroplan, drone, makina dhe shumë gjëra tjera. Zoti Valla, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve, keni një shtunë të tjerë të mbar. Gjithashtu dhe ju.